Rrugë të reja që sjellin perspektiva të reja, e tillë është edhe rruga Bunavik-Kërkov në territorin e Bashkisë së Vlorës, e cila tashmë thuajse ka përfunduar. Një investim që i shërben edhe bazës ushtarake të Bunavis, që do të ketë rreth 500 forcat e emergjencave civile, por më shumë u shërben edhe banorëve, të cilët kishin parashtruar kërkesat e tyre lidhur me infrastrukturën dhe përmirësimin e saj. Investimi munguar prej 30 vitesh, por që tashmë është bërë realitet, banorët e vlerësojnë projektin. Ka dalë shumë bukur. Rruga më e bukur momentalisht. Ishte nevojshme për zonën? Po s'bëhet lavë për zonën që s'bëhet lavë. Dhe është rrugë e bukur, që mund kalojnë turistë ato. Dhe kanë shtruar mirë. 35 vjetë tu ka qenë shkret të tirë. Këtu nuk kalon dhe dot. Ne vinim këtu të larë nga shtëpia, edhe venim me vlorë me lumë. Tani shikju zoti, mas 35 vjetës në erdhi një e mirë të tjera që në bërë rruga. Por ka banor të Bunavis se më së shumti drejtues automjetesh, të cilët edhe pse vlerësojnë investimin, shprehen se rruga duhet ishte bërë pak më e gjerë. Shumë e domosdoshme, biles, kjo punë do verifikuar që ku filloi punimet. Si nga mediat, edhe nga shteti, edhe nga ato që bëjnë kontroll. Nëse ju e qoni rrugë të rregull të, vlerësojnë juve, për mua jo. Se? Urdo të shkëmbejmë unë me ty këtu. Ti ka dalë 1 metër nga rruga dhe unë s'kaloj dot. Duhet bëhet me standarde, në qoftë se bëhet. 4.20 sa e ka, 2 kalimshe. Kjo 3.70 është. Makina është 2 metrë me pasqyra, tani llogarit e ti të shkëmbejmë këtu, ku do futem unë? Ky është problemi tash. Ju jeni banor në Bunavi. Prej vitesh nuk e keni patur një rrugë tilla. Jo, i faleminderit për këtë. Për këtë i faleminderit Ramës edhe qeverisë tij. E falenderoj nga zemra. Por ishte mundësia për ta bërë. Do shtoheshin 3 makina më shumë e zift, 4. Shteti nuk e shkeq për 3 milion lekë të vjetra, po 5 milion lekë, apo jo? Kur nuk ka qenë rruga si keni bërë me të keq? Si kemi bërë, do me thënë sa herë është ngritur problemi, erdhi ora, erdhi dita, megjithatë e falenderoj. Ndër kërkesat e parashtruara nga banorët, ishte dhe realizimi një segmenti që bën ndërlidhjen e Unazës së 7 fshatrave, i gjatë 1.1 kilometra, dërsa pritet që të bëhet realitet së shpejti, ashtu si kundër ka premtuar për këtë zonë edhe kryeministri Rama. Investimi i rrugës së Bunavis është realizuar me fondet e qeverisë shqiptare dhe zbatuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit.